Zbardhen 5 mesazhet zanore që Alma Arazi i ka dërguar me telefon motrës së saj Gentiana, duke i shprehur gjendjen e mjerueshme që kishte pësuar lidhja martësore e saj dhe bashkëshortit Erdgys Arazi. Këto mesazhe zanore janë cilësuar në dosjen e gjykatës si provat kryesore për dënimin me 4 vite burgim të Arazit për akuzën e shkaktimit të vetvrasjes përmes presionit psikologjik dhe dhunës fizike. Gazetari Elton Qyno ka mësuar se para se të merrte aktin ekstrem të vetflijimit në ujërat e lumit Buna në Shkodër, Alma Arazi ishte larguar nga banesa dhe 3 fëmijët e saj, duke punuar si pastruese në një kuzhinë në restoranti. Ajo i tregonte së motrës se ndihej mirë dhe paguaj 1.000 euro në muaj, por e merrte malli për fëmijët dhe se njëra nga vajzat e saj qante shpesh për të ëmën. Edhe pse vajza qante pasi ndjente mall për nënën e saj, ajo urdhëroi nga babai i saj të pushonte me njëherë dhe mos ja dëgjonte më zërin për të ëmën. Rasti i Alma Arazit tregon një grua të sfilitur nga fati i saj i dhimbshëm dhe një gjë e tillë konstatohet qartazi tek audiomesazhet që Alma i dërgonte motrës së saj Gentiana. Alma informon motrën për situatat e fëmijëve, marrëdhënien bashkëshortore të krisur për shkak të një lidhjeje paralele dhe bisedat që bënte në telefon me kunatën e saj Valin, gruan e Edison Arazit, që në atë kohë ndodhej në burg si i dyshuar për vrasjen e Endri Mustafës dhe prodhim e shitje të lëndëve narkotike në Shkodër. Sipas audiomesazheve, Edisoni ka folur nga burgu me të vëllain që të kthente Almën në shtëpi tek fëmijët e saj, por eri, siç e thërriste ajo burrin, gënjente edhe vëllain e tij. Alma i tregonte së motrës se ka kapur burrin në tradhti bashkëshortore dhe i ka kërkuar atij një nder që atë vajzën me të cilën ishte lidhur të mos e linte shtatzan. Të lutem, a ke mundësi, thash, kur të shkosh me të, ruju mos ta lësh shtatzan se kam hallin e fëmijëve. I thash se nesër mas nesër, fëmijët e mi, nuk du me pas një motër a një vlla, bashkë prej babe. Të 5 audiomesazhet kanë dalë nga kçyrja një USB-je me foto, video, mesazhe zanore, të nxjerra nga aparati celulari markës Samsung në pronësi të motrës së viktimës Gentiana. Nga kçyrja rezultoi se në USB janë 5 mesazhe zanore që janë komunikime të sëndjerës Alma Arazi me motrën e saj Gentiana. Në audion e parë Alma i shpreh motrës se po moj, po se një ashtu ashtë, edhe se s'mondan me pa dasht më kishte kërku, ishte shpreh, po t'u bë edhe, jo moj se s'jam t'u ik, i t'u jam. Ndërkohë në audion e dytë, Alma i shpreh sërish motrës së saj me këta audio mesazh, s'kam qa bëj motra, po duroj kështu, jam shumë mirec, se edhe në punë me Ken, po na bim brinjët në përkuzhina, e mas anej maron vera s'kam ku shkoj. Në audion e tretë, Alma i shpreh së motrës për interesin që ka patur për fëmijët dhe një situatë jo normale me njërin nga vajzat që qante, pasi kërkonte nënën e saj Almën, e cila ishte larguar duke punuar pastruese në një kuzhinë. Njëra nga vajzat ka filluar të qaj, por sipas saj ka ndërhyrë në telefon burri i saj Erdgys Arazi, i cili i ka folur në mënyrë ultimative vajzës që të pushonte dhe të mos qante më për nënën e saj. Madje për situatën e fëmijëve dhe largimin e Almës nga shtëpia, e kunata e saj Vali ishte folur në telefon dhe me burrin e saj Edison Arazi, që në atë periudhë ndodhej në burg, i cili sipas mesazhit zanor të lëshuar nga Alma, i kishte thënë gruas së tij se po a menon ai ndonjëherë se un kam me dal prej burgut, un kam me ken ai si kam me pru Almën shtëpi te fëmijët e vet. Ndër të tjera, Alma i dërgon këtë mesazh zanor të motrës. Hiç motra, çka kam me than? Tu pyet për fëmijët jam. Mirë thot janë. Në audion e katërt, Alma shpreh se ky atu majt shprese ta po i pajtohet me mu, pa e shikon se kam staku trunin, e kam staku keq, e nuk pajtohem ma me ta, e ka hall tashi. Ndërkohë në audio mesazhin e 5 dërguar motrës së saj, Alma shpreh se edhe kunata e saj Vali mund të jetë bërë shkaktare për ndarjen e saj me burrin Erdgysin. Ndër të tjera ajo thot, edhe i ka thënë eri, bani Almës blok, mos fol ma me ta edhe Valin bani blok, më tha qa me bam, ka thënë eri, kjo na ka dash ndarjen, kjo e poshtme, mezi ka prit munda unë prej erit. Ndërkohë nga kçyrja e mëtejshme zbulohet se në USB ka edhe 2 video ku vërehet që i pandeuri Erdgys Arazi është duke ecur me makinë, bashkë me të është edhe një vajzë pamje së cilës nuk duket, por duket vetëm dora e saj që prek fytyrën e Erdgysit. Ishte pikërisht kjo lidhje e jashtëligjshme që Erdgys Arazi kishte krijuar paralelisht me një vajzë të re, e cila u bë shkak që një vit më parë gruaja e tij Alma Arazi të mbytej së bashku me 3 fëmijët e saj në lumin Puna, duke krijuar një nga tragjeditë më të dhimbshme që përjetoi qyteti i Shkodrës dhe gjithë Shqipëria.